Nominimet e kësaj jave në Big Brother VIP kanë ndezur debat të fortë në rrjetet sociale, ndërsa sondazhet online po japin sinjale të qarta. Me 26% të votave, Angelo kryeson listën e banorëve më të rrezikuar për t'u larguar, duke u pozicionuar aktualisht në vendin e parë. Pas tij renditet Greta me 22% të votave, duke mbetur shumë pranë Angelos dhe duke bërë këtë nominim edhe më të paparashikueshëm. Në vendin e tretë vjen Juela me 15%, e cila vijon të jetë në zonën e rrezikut, ndërsa Miri me 10% ndjek nga afër, duke mos qenë as pak i sigurt. Situata duket më e qetë për Kejsin me 8% dhe Krusitën me 7%, ndërsa Robert me 6% pozicionohet në mesin e tabelës, pa qenë ende në rrezik të drejtë për drejtë. Më poshtë renditen Mali me 4%, si dhe Artani me vetëm 1%, të cilët aktualisht nuk konsiderohen prioritet për eliminim në këtë fazë. Në fund të renditjes ndodhet Mateo me 1% të votave, duke u cilësuar momentalisht si banori më i sigurt në këtë nominim. Po ju, kush mendoni se do të largohet këtë javë nga Big Brother VIP?